Shqipëria zhvillon festivalin ndërkombëtar të arkitekturës Bukë dhe Zemër. Në festival kanë bërë prezantimin e tyre edhe dy arkitektët, Frik Persin dhe Reiner de Graaf. Persin tregoi momentin kur erdhi në Tiranë për herë të parë dhe për shtypjen që i la qyteti, i cili aso kohe drejtohej nga Edi Rama. Të ishim të pranishëm në një lloj kërkimi me Institutin Berlak në Rotterdam për të menduar për Tiranën si metropol. Shumë njerëz vinin në qytet. Ishte mjaft kaos. Së bashku me studentët, po kërkonim të shihnim se si mund të dukej ky qytet. Dhe ishte kombinimi i momentit të mbërritjes në këtë vend dhe gjëja e parë që më la mbres ishin shkatrimet. Ndërtesat e palishme po shëmbeshin dhe po kështu kishte ndërtime, kështu ishte një vend që po shëmbte veten për të krijuar hapësirë, për të krijuar diçka të re. Ishte një përvojë mjaft e ashpër për të imagjinuar një të ardhmen në letër e të jetoje këtë realitet, shëmbjeje, pastrimi. Këto janë fillesat. What is moving to me is that Ajo çfarë I feel that these words are është true. prekse për mua, është se ndjej se këto fjalë janë të vërteta. Sorry. Ndjes. I can also explain it maybe in my own words. Mund edhe ta shpjegoj me fjalët e mia. Kjo ideja që njerëzit kanë ëndra, kanë probleme. This is a very nice way of dealing with architecture and with Dhe kjo është një mënyrë shumë e bukur për të marrë me arkitekturën, për të krijuar diçka. Nuk është se bën diçka sepse të duhet ta bësh, por bën diçka që do ta bësh. E përpiqesh ta bësh pavarësisht gjithë rrëmujës përreth. Lundron nëpër këtë hapësirë dhe është kaq çliruese. Por vjen edhe me shumë përgjegjësi, sigurisht. Po fakti që ai është i aftë të artikuloj të njëjtën gjë që ndjej është mjaft e rrallë. De Graaf theksoi se Shqipëria ka ndezur kërshëri në botë dhe se në vend ka besim në ndërkombëtarizëm. Mjaft kurioz. Më ka ndezur shumë kërshëri Shqipëria, një vend që ka besim në ndërkombëtarizmin, ndërkohë që bota po tërhiqet nga ndërkombëtarizmi. Dhe shoh që është një mënyrë shumë e admirueshme për të shkuar kundër rrymës globale. Dhe për një vend të vogël kjo është e jashtëzakonshme. Është shumë kulturor, është ndërkombëtar, por po kështu dhe është shumë fetar, në një mënyrë që jo shumë vende arrin të jenë. E krah tyre ka një besim të jashtëzakonshëm tek arkitektura e arkitektët, që po bëhet gjithmonë më i rrallë në botë. Thuajse kudo që punoj, vërej se arkitektët dhe ata me emër po bëhen gjithmonë më tepër simbolik për shkak të emrit të tyre dhe ajo çfarë shoh deri tani është që ka një interes të mirëfillt për t'u angazhuar më shumë me arkitekturën se sa me arkitektët. Festivali organizuar nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit është një ngjarje e re europiane që bashkon në Tiranë mbi 150 arkitektë të mirënjohur ndërkombëtar nga Europa, Azia, Amerika Veriore e Jugore, të cilët punojnë në Shqipëri së bashku me partnerët e tyre lokal.